serbe pas arrestimit Shehollit. Ju keni bërë një deklaratë që shërbimet serbe janë përpjekur për të rekrutuar dhe për të blerë gazetar shqiptar. Po, është e vërtet, realisht, Serbia që nga pas lufta ka punuar jashtëzakonisht shumë në këtë drejtim, pra për të implementuar brenda institucionet të Kosovës njerëz të saj dhe për ta pasur më të lehtë të kontrolloj. Kjo ka arritur, fatmirë Sheholli është vetëm, si thua, moja e icebergut të gjithë kësaj historie, sepse edhe është fatkeqësisht dështim për institucionet dhe për shtetin e Kosovës si një njeri i cili për 25 vjet është ditur që ka qenë spion dhe vetë heroi i kombit Zahir Pajazit e ka pasur shënjeste për ta vrarë. Mirë po doli baboi i tij para tij dhe Zahiri tha që do ta vrasë babain tashmë djalin sepse të dy ai ishte spion i deklaruar pra Maliqi. Këtë kuptim Fatmir Sheholli është po them prapë moja e icebergut dhe është pa fashme në gjykimin tim se si njeri për 25 vjet është lejuar me dalë në ekranet televizive sa ta merrte epitetin e analizit për të dhënë komente për zhvillimet politike duke ditur se ai ishte spion. Ai vetë në për studio televizive fliste me Milan Radojqićin, pra kriminalin si më thonë arkitektin e Bojskës ku u vra heroi i Kosovës, pra në Polecë aty. Kështu që realisht informacionet e fundit janë që Serbia përveç agjentëve të tyre meshkuj që ka në institucionet e Kosovës edhe për një disa media. Janë infiltruar madje edhe në institucionet më të rëndësishme. Duke ditur se kjo histori është historia slave, pra edhe Rusia, po edhe Serbia vazhdimisht, pra qysh nga lufta e dytë botërore, ne e dim se si kanë marrë informacionet nga shtetet cilat ato kanë pas interes përmes femrave. Janë disa femra të cilat po operojnë në Kosovë dhe cilat janë duke flirtuar me disa gazetarë, me disa njerëz të rëndësishëm dhe për të marrë informacione dhe cilat pastaj shantazhojnë me video të tyre. Janë vajza serbe që janë infiltruar për të migluar dhe për të Janë vajza mirë, po ato flasin jashtëzakonisht shumë mirë shqip edhe nuk mund dihen a janë serbe. Pra ato flasin jashtëzakonisht shumë mirë shqipen. Janë modele, janë gazetare, çfarë statusi kanë? Janë vajza të zakonshme, mund ato paraqiten zakonisht si studentë ose paraqiten si vajza thjesht bukura që kanë ndonjë mirë, po realisht nuk janë serbe. Po mënej nuk janë shqiptare, janë serbe, mirë po që flasin jashtëzakonisht bukur shqipen dhe cilat pastaj fillojnë të flirtojnë me disa gazetarë, me disa politikanë dhe pastaj për të marrë informacionet e tyre. Ato arrin shkojnë shtrat, bëjnë video dhe pastaj u nxjerrin dhe thonë që ne ju shantazhojmë. Kështu që ata nuk guxojnë të flasin dhe informacioni shkon direkt tek Vučići dhe tek BIA. Pra, në këtë aspekt unë besoj që institucionet e Kosovës duhet ta shtojnë jashtëzakonisht shumë vigjilencën dhe për të gjurmuar këto raste në mënyrë që të kemi sa më tepër siguri. Fatmir Sheholli në gjatë gjykimit tim jam shumë i sigurt që do të nxjerrë shumë emra të bashkëpunëtorë të cilët janë edhe emra eminent në Kosovë, të cilët ai ka bërë jashtëzakonisht ka pas bashkëpunim me ta. Pra zotri Fatmir Sheholli, se nuk meriton me thonë zotri Sheholli, ai ka pirë kafe çdo ditë në mëngjes me njerëz me figura publike të cilët ne shohim me çdo ditë në televizor dhe unë personalisht kur nuk kam nejtë me të sepse kam ditë se është spion dhe kur nuk mund të rri me dikën që është spion. Okej, mund të rri me dikën nëse nuk e di, mirë po një njeri që deklaron vetë që është spion, me ndejt me to, gjykimin tim është e pafalshme për dikë. Kështu që Fatmir Sheholli është vetëm moje, por përsëris për hetën drejt, është moja e icebergut dhe ka shumë njerëz cilët janë edhe pronarë media cilët marrin funde nga Serbia. Ne kemi pas edhe kreun e gazetarëve në Kosovë babait i cili doli spion. Pra, në gjithë ato e kemi ditë dhe si arriti djali i tij të bëj kryet gazetarëve të Kosovës, tashmë është larguar bashkë me familjen, ka kërkuar azil në Suedi. Mirë po, institucionet e Kosovës unë besoj që duhet me pas vigjilencë shumë të madhe pikërisht në këtë kohë kur Serbia po bën përpjekje jashtëzakonisht të madhe për ta rikthyer veriun ashtu siç ka qenë dhe për ta futur në pazar në kuptimin që kur janë çështja përfundimtare e Kosovës, Serbia ta ketë punë të kryer veriun.